Teatri Migjeni brenda pak ditësh do të ketë të instaluar sistemin e kondicionimit. Puna ka nisur ditët e fundit dhe do shtrihet në të gjithë hapësirën e Teatrit të Shkodrës. Në një intervistë për mediat, drejtoria e kulturës në Bashkinë Shkodër Sara Smaja u shpreh se ky është një lajm i mirë për aktorët dhe stafin e teatrit, por edhe për spektatorin shkodran i cili nuk do të përballet më me temperaturat e ulta gjatë stinës së dimrit dhe të nxehtin gjatë verës. Bashkia Shkodër ka filluar punimet në Teatrin Migjeni, ka nisur instalimi i sistemit të kondicionimit. Ky është një lajm shumë i mirë për të gjithë stafin artistik dhe stafin e Teatrit Migjeni, po sidomos për qytetarët e Shkodrës që do kenë mundësi që në teatr të ndihen komod edhe të punohet në mënyrë komode. Punimet janë në fillimet e tyre, po punohet me intensitet shumë të lartë, edhe bashkia po i ndjek hap pas hapi çdo gjë që po bëhet atje. Mendojmë që shumë shpejt teatri do ketë kushte normale dhe dinjitoze. Investimi për sistemin e kondicionimit në Teatrin Migjeni ka qenë një kërkesë e kahershme e stafit të teatrit, por edhe një nga angazhimet kryesore të kryebashkiakut Benet Beci për të krijuar kushte jo vetëm aktorëve dhe stafit, por edhe spektatorit të Shkodrës. Investimi për sistemin e ngrohjes vjen si ndërhyrje e Bashkisë Shkodër në godinat kulturore të qytetit, vlera financiare e të cilët është miratuar në buxhetin e vitit 2025.